vërtet, ai I cili nuk ka namaz, se shahadetja qelsi gjennetit mirë, po qdo qelë s'ka dhom. Dhomi kryesor I qelsi të gjennetit është namazi. Këtë nuk me tham unë, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye ka thot pejgamberi Allah, e para çështje që musliman kanë me humbën gjikimin, në mëramën çështje të islamit kanë me humb namazin. Nëse humb namazin nuk ngel islam në to. Të dallimi mes neve dhe muslimanëve pejgamberi Allahu ta shlonja namazit, Allahu na rujt. Këto arsjetohen pse? A dini pse po arsjetohen këto? Pse se din çka haxhi dhe umra, se qabja prishën arrënu. Pse nuk din ato çka namazi, se Kurani është ngrit. Nuk ka hoxhallar, nuk ka dietar, s'kan ku me mësu dhe këto janë të arsjetuar. Ndërsa sot e ke për plot me hoxhallar dhe me dietar, për plot xhamia dhe ato ndërsh, për plot Kurana dhe musafa. Mi bënej ata të cilët I kena bon zullum vetës ton, e Allahu nuk ban pa drejtësi dhe zullum.